Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë ngritur pikpyetjen sa do rrezikohet Kosova nga ky konflikt. Kreu iranian ka paralajmëruar se çdo lëvizje SBA-s mund të ndesë një shpërthim të madh në lindjen e mesme. E ne po ndalemi pak te Kosova. Që Kosova nuk është objektiv ushtarak, kjo është e sigurt. Por tek ne ndikon rritja e çmimeve të energjisë, naftës dhe të derivateve të saj. E pse? Fillimisht rritën çmimet globale, e kjo ndikon që të rriten edhe tek ne. E si nisi konflikti? Irani i ka rrëzuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës dronin amerikan pranë aeroplan mbajtësës USS Abraham Lincoln, duke ndezur alarmat, ku Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë në një prag të luftës rajonale. E situata në Iran duket të jetë e rënduar. 3117 persona janë vrarë për shkak të protestave që janë duke ndodhur si pasojë e krizës ekonomike dhe rritjes së inflacionit. Por çka rrezikon lindja e mesme? Iraku, Izraeli, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe rrezikohen përveç Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po luajnë me zjarrin, sepse ky konflikt përbën po ashtu një shpërthim katastrofik në të tërë rajonin, po ashtu me pasoja të rënda për stabilitetin global. A mund të arrihet paqe për këto tensione? Irani ka shprehur gatishmëri për bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa kërcënime dhe kërkesa të paarsyeshme, për të zgjidhur mosmarrëveshjet bërthamore që kanë ato dy shtete dhe ato rajonale, po ashtu për të shmangur një konflikt të drejtpërdrejtë që rrezikon të rajonin. Për më shumë informacione, klikoni në kanalin tonë Malta TV.